E dashur Rosalia, presidente e forumit të grave të PPS, e dashur mikja ime, por jo vetëm, mikja e gjithë shqiptarëve, Doris Pak, presidente nderi e forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, e nderuar zonja Maria Gabriel, aktualisht presidente e Fondacionit Robert Schuman Institute, por edhe komisionere në 2 terme, si dhe ish zëvendës kryeministre dhe ministre e jashtme e Bullgarisë, i nderuar zoti Kunze, drejtues i KAS në Shqipëri, dhe sigurisht dua që dhe në emrin tuaj të falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili asnjëherë nuk mungon në asnjë aktivitet të grave, të organizuar nga forumi i grave të Partisë Demokratike, pra Lidhja Demokratike, dhe mund të mbështetësi më i madh i promovimit të grave në Partinë Demokratike. Faleminderit shumë, doktor, që keni ardhur. Me atë rast dua të falenderoj bordin ekzekutiv të forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, i cili gjeti kohë për të ardhur në Shqipëri në këtë periudhë kaq të vështirë dhe në një periudhë para zgjedhore. Gjej rastin të falenderoj Valburgën, e cila është zëvendës presidente e EPP Women, Rian, e cila ka bërë të mundur edhe mbështetjen e këtij aktiviteti, Ria Omen, që është trezoriere e EPP Women, Pavlina Hajmen, e cila është policy advisor e EPP-s, Hildi Van de Strik, sekretare e përgjithshme e EPP Women, dhe kemi edhe mikesha nga Kosova, Jehona Lushaku, e cila është presidente e forumit grave të LDK-s, Jacqueline Pesheva, është presidente e forumit grave të VMRO DPMNE në Maqedoni, Lidia Petskoska gjithashtu është zëvendës presidente. Kemi politikanën e mirënjohur dhe mikeshën time, por mikeshën e të gjithë demokratëve në Shqipëri, zonjën Edita Tahiri, faleminderit për mbështetjen. Por do kemi edhe 2 zonja të tjera, të cilat do na bashkohen në panele, është zonja Sonja Biserko, që është një aktiviste serbe, një nga aktivistet më të mëdhaja për human rights në Serbi, dhe MC Anders, e cila është senior advisor dhe ka qenë edhe këshilltare e ish presidentit Bush. Kam kënaqësinë pra që sot të jemi të gjitha së bashku për të çuar përpara një objektivin ton të përbashkët, fuqizimin e grave. Është era parë që një forum politik i lartë si bordi erdhi këtu për ta bërë Shqipërinë një Evropë të vogël. Pra, kjo është Evropa, këtu duam të shkojmë. Apo jo? Jo si ata që bredhin me ato pasaportën europiane, mbas 12 vjetësh dështimash. Ne këtu kemi dëshirën e madhe dhe vullnetin e palëkundur për të bërë punë të mira, të mëdha për gratë e rrjedhimisht për vendet tona. Dua të falenderoj gjithashtu edhe zonjën Dubravka Suica, që është zëvendës presidente e EPP Women, por gjithashtu edhe komisionere aktuale për Mediteranën, por e cila nuk mundi të vinte, por na ka dërguar një video mesazh. Ka një pyetje themelore, cila është fuqia e grave. Me një fjali, është ajo forcë që mban gjallë botën dhe e vë atë në lëvizje me fije të dukshme, por më së shumti të padukshme. Historia ka treguar se fuqia e grave është ajo forcë e jashtëzakonshme që përmban guximin, inteligjencën dhe ndjeshmërinë. Gratë janë motorët e ndryshimit në familje, në shoqëri dhe në politikë. Gjatë punës sime kam takuar me mira e mira, dhjetra mira gra. Shumë prej tyre nuk janë sot me ne. Por jam këtu që së bashku të flasim dhe në emër të këtyre grave të pazëshme, të japim zë atyre.
Të flasim sot në emër të nënave që bëjnë dy punë për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, të nënave që duhet të pastrojnë kromen për të siguruar pak bukë, të vajzave që ikin në azil nga dëshpërimi, të rejave që heshtin sepse nuk kanë shpresë, të grave që vuajnë nga kanceri apo nga sëmundje të tjera, po që e kanë të pamundur që të marrin kurat dhe mjekime, sepse parat i shkojnë koncesionarit miku të kryeministrit. Të nënave që qajnë me pikë të lotit se fëmijët i kanë lindur, rritur dhe i kanë larguar në emigrim. Në emër të nënave që çojnë fëmijët në shkollë dhe ata nuk i kthehen kur, sepse i vrasin oborret e shkollave. Në emër të nënave që çojnë, në emër të gjitha grave dhe vajzave që këto ditë po terrorizohen nga patronazhistët e partisë në pushtet për t'u blerë, kërcënuar apo dhunuar votën. Fuqia e gruas shqiptare është reale, por e padukshme, sepse në 12 vite një regjim i korruptuar ka bërë gjithçka për ta mbajtur atë të heshtur, të fshehur, të dhunuar, kërcënuar, denigruar, ta mbajë atë të dobët, të përjashtuar, të diskriminuar dhe të varur. Ka shumë gra, megjithatë, që pavarësisht sfidave, dhe jeni ju që jeni dhe këtu në këtë sallë, keni arritur që në komunitetet tuaja të bëni ndryshim, që përpiqeni pa lodhur për të mirën e vendit dhe Shqipërisë. Ju falenderoj me zemër për forcën, angazhimin, kurajon, mirësinë që përcjellni. Ka një studim të Bankës Botërore që më ka bërë shumë përshtypje dhe dua ta ndaj me ju. Studimi thotë, për çdo 10% rritje të përfshirjes së grave në forcën e punës, ekonomia rritet nga 0,5 deri në 1%. Pra, është një shifër shumë e madhe. Pse ndodh kjo? Sepse gratë sjellin perspektivë të re, ide inovative, gatishmërinë për të punuar në mënyrë kolektive. Pak kohë më parë kam njohur Melihan, ajo nisi një biznes të vogël të prodhimit të veshjeve tradicionale që tani e ka bërë biznes të madh me shtrirje dhe jashtë Shqipërisë. Po ka shumë si Melihaja. Në Shqipëri flitet shumë për gratë, por është bërë asgjë. Statistikat flasin më fort se fjalët. Jemi vendi me nivelin më të lartë të varfërisë në Ballkan. 49%, pra gati gjysma e grave, rrezikojnë përjashtimin social, dhe këto e thotë Eurostati. Më shumë se 81.000 gra e vajza janë larguar nga vendi dhe kanë kërkuar azil politik, 81.000 në 10 vitet e fundit. 245.000, dhe këto cifra duaj që ti përmend sepse këtu kemi edhe zonja vendimarrëse në institucione të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe në vendet antarë të Bashkimit Evropian. 45.000 kanë shkuar 10 vjeçarin e fundit, gra dhe vajza, dhe kanë kërkuar leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe 44.000, dhe kjo është një shifër që mua më vret, më dëshpëron, 44.000 gra dhe vajza janë larguar në mënyrë ilegale nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Pra çfarë detyron një grua që të largohet në mënyrë ilegale, që të rrezikojë gjithçka, dëshpërimi. Një jetë më e mirë për familjet e tyre dhe për fëmijët e tyre. Në raportin e World Economic Forum, Shqipëria ka postuar rëndje me 6 vende për parazinë gjinore dhe ka rënë më shumë se 100 vende për dhënien e shërbimit shëndetësor, mendoni pak. Të biesh për një vit me më shumë se 100 vende për sigurimin e asaj çfarë është kushtetuese. Në tregun e punës grazën vetëm 34% të posteve drejtuese. Pra, për shëndetësi, renditemi në vendin e 128 më poshtë se gjitha vendet e tjera. Më shumë se 160 gra janë vrarë nga dhuna në familje në 10 vjeçarin e fundit dhe mbi 4.600 raste dhune vetëm në vitin 2023. 1 në 2 gra dhunohet në Shqipëri. Zonja të nderuara, mund të vazhdoja shumë me statistikat dëshpëruese, por sot jemi për tjetër arsye. Sot jemi për të thënë që ka shpresë. Ka shpresë dhe kjo shpresë jeni ju, jeni gratë. Shqipëria ka numër më të madh të ministreve, por a keni parë politika për gratë? Jo, sepse Rama i përdor vetëm për numra, për statistika, për foto të bukura shumë gjyrshe. Nuk dua më fjalë, foto, statistika. Do t'i japim grave emër, figurë dhe forcën, atë forcën e padukshme për cilën e do flasim sot. Na duhen programe të qëndrueshme për të nxitur gratë që të bëjnë një hap përpara, të shfaqen, të flasin, të veprojnë, të zhvillojnë. Na duhen politika që mbështesin njësoj si gratë që kanë vendosur të rinë në shtëpi dhe ato që të rrisin fëmijët, ashtu edhe gratë që punojnë.
Madje në një kohë ku Shqipëria po përjeton një braktisje masive dhe shpopullim të frikshëm, na duan politika agresive për të mbështetur çiftet e reja, nënat e reja. Na duhet të rrisim cilësinë e arsimit, të trajnimeve dhe gjithçka që e bën një vend një streh të sigurt, të qetë, të dashur për gratë. Dhe ky është programi që ne e kemi paraqitur edhe në 8 mars, programi që së bashku me Partinë Demokratike mbas datës 11 maj do ta bëjmë realitet. Por nëse këto ndoshta tingëllojnë si zgjidhje që duan kohë, në fakt dhe çdo gjë e do kohën e vet, ka një gjë që bën ndryshimin dhe këtë e kemi në dorë ne nëpërmjet votës. Në pak ditë ne do votojmë. Dhe në pak ditë me votën tuaj, e cila vitet e fundit është dhunuar, është presionuar, është shantazhuar, është bler, mund të bëni ndryshimin. Dhe kjo është thirrja ime për ju. Të votoni, të rezistoni para shantazheve, të rezistoni para dhunës së patronazhistëve, të rezistoni para parave për të bler votat tuaja, sa ato janë një herësh. Të votoni të lira, me dinjitet, për ta kthyer Shqipërinë, për ta ndryshuar pra Shqipërinë dhe për ta bërë atë madhështore. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në këtë aktivitet. Dhe jam e sigurt që mbas datës 11 Shqipëria do jetë madhështore, sepse jeni ju të gjitha madhështore. Më lejoni që t'ja kaloj më një herë fjalën presidentes së Forumit Grave të Partisë Popullore Europiane, zonjës Rosalia Biro.